Ju duke besu një denet majtës, a keni qenë konsistent në politikë? Po, unë mendoj që kemi qenë konsistent, normalisht që edhe na kemi evolu, ka sene cilat kanë ndryshu, për shembull prej kohës kur unë kam qenë vetëvendosje, veç ka shumë sene, cilat unë hala sot i besoj, e që i kam besu edhe në kohën kur kam qenë vetëvendosje. E pikrisht që ti ke qenë konsistent, do me thonë që ke kalu prej lëvizjes vetëvendosje. Absolut, son mendoj që në këtë rast e qëto ide, cilat sot, se ka plot ide që i kum pas në vetëvendosje, sot nuk i kam ma. Pra i kam ndryshu. I kam ndryshu sepse njeri evoluon, edhe politikisht evoluon, edhe është mirë me evolu. Mirë po jam plot ide tjera, progresive, të majta, cilat i kum pas vetëvendosje edhe vazhdoj mi pas, po flas kur po folin vetën e parë, e kom fjallën edhe për kolegët e mi edhe për bashkë aktivistët edhe aktivistët e PSD-s. Ajo që s'ka qenë konsistente në plot ide është pikrisht vetëvendosja dhe kjo ka qenë edhe një prej thyrjeve që ka ndodhur. Po.